الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Allahun e vetëm e falenderojmë, Allahun të vetmin e madhrojmë, prej Allahut falje dhe ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madh në këtë ditë falje, në këtë ditë Ramazani, ditë xhumaje, Allahut na fal dhe me rahmetin e Tij na mëshiron. E lutim Allahun e madh që agjerimin ton dhe gjitha ibadetet që i bëjmë, Allahu na pranon ya Rabbel Alamin. Pastaj me zemër dhe me gjuhë i çojmë salat dhe selam e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam së bashku, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuar, jetojmë në ditët më të mira të vitit, jetojmë në muajin më të veçantë, jetojmë në momentet më të veçanta ku pranohen ibadetet dhe lutjet tona, dhe muslimani duhet të mukoni i veçantë në Ramazan. Dhe një prej porosive sot në këtë ditë hutbe do të flasim ose një mesazh të shkurt për vete dhe për ju, se si të përmirësojmë moralin ton në jetën e përditshme, ose qysh ta ndreqim brendësinë e shpirtit ton, ahlakun ton. Padyshim se thelbi i Islamit nuk është rregullimi i jashtëm i një momentit, po thelbi i Islamit është rregullimi i zemrës tënde me mendu mirë, mendja jote me mendu mirë dhe me vepru mirë. Prandaj nuk është ibadet, nuk është moral vetëm falja namazit, nuk është moral vetëm agjerimi, nuk është moral vetëm se me i kry obligimet kërshi madhnisë Allahut, ndërsa të njëjtën kohë zemrën tënde nuk e ke në kontroll. Çka e kam qëllimin me fol? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jam i dërguar për m'ja u plotësu juve moralin, ahlakun. Ne sot këtë sjellje që i kemi prej cilësive të mira, i kemi hedhje prej Kur'anit dhe prej sunnetit pejgamberit alayhis salam, se njeriu i cili jeton pa Kur'an dhe pa sunnet është pa moral, është pa ahlak. Njeriu pa ahlak nuk mund më kon njeri. Ahlak apo sjellje të mirë, me pas moral të lartë. Kjo do më thonë se feja nuk është vetëm agjerim dhe vetëm falje, por realisht esenca e fejes është me pas sjellje dhe moral. Allahu për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam tha wa innaka la ala khuluqin azim. Ty o Muhammed ta kemi dhënë moralin më të mirë, sjelljen më të mirë, edhe nuk ka në historitë njerëzimit njeri me moral më të lartë se Muhammedi alayhis salam. E nëse ne jemi ummeti Muhammedit alayhis salam, atëherë duhet jemi pasues të tij dhe ne duhet ta ndjekim moralin e tij dhe të ngritemi lart me sjelljen më të mirë dhe më të preferuar që e porosit Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë kohë fitness, çish të filloj unë ta ruaj moralin tem, se nëpërmjet moralit e ruan namazin, nëpërmjet moralit e ruan agjerimin, nëpërmjet moralit e ruan fejen, e ruan nderin, e ruan familjen, e ruan shoqërinë. Prandaj njeriu ka feja sa ka moral. Prandaj morali fillon me sinqeritetin më të lartë se Allahu të shef ty dhe mu, çdo vepër që e bën para njerëzve ose pas njerëzve. Fillo, ngritë moralin, mendo se Allahu të shef. Inna Allaha samiun basir. Allahu edhe të shef edhe të dëgjon dhe s'munësh më shef Allahu subhanahu wa taala. Fillo nga zemra se Zoti të shef, e para morali fillon duke u qenë i sinqert, jo rënacak. Mos rrein, mos mashtro. Ka thënë Resulullah alayhis salam hadithin e vërtet, el mu'minu la yakdhib, muslimani nuk rrein. Pastaj ka thënë pejgamberi sallam, men gashana falaysa minna, kush mashtron nuk është nga ne. Musliman mashtrus, musliman rënacak nuk shkon. Prandaj morali me rrenën nuk kanë diçka të barabartë. Morali me mashtrimin nuk shkon të barabartë.
ham rënacak edhe xhenetli, edhe mashtrues, edhe xhenetli, edhe musliman i mirë, gjithë ditën në xhami, rrej dhe mashtraj, ti nuk e ki moralin. Prandaj Islami insiston me rregullu thelbin e zemrës, ajo është thelbi i ngritjes moralit në zemrën tonë. Mos bën padrejtësi se njeriu që rren dhe mashtron, pastaj bën padrejtësi. E Allahu xhenetin nuk e ka krijuar për njerëz të padrejtë. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allahu nuk e udhëzon dhe wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, dhe Allahu nuk e don zullumçarin dhe të padrejtin. Njerëzit që rrejnë, njerëzit që mashtrojnë, atëherë bojnë edhe padrejtësi. E pjesë e moralit nuk është padrejtësia, po është drejtësia. Wa aqsitu inna Allaha yuhibbu al-muqsitin, dhe bëhuni të drejtë se Allahu i don njerëz të drejtë. Xhamati ndershëm, morali po filloi ka me sinqeritetin më të lartë, e pastaj duke rujt këtë gjuhë që Allahu ta ka dhënë emanet. Prandaj kontrolli nga gjuha e fitness, nga gjuha e përgojimit dhe gibetit, edhe me Ramazan edhe gibetxhi, edhe Ramazanxhi edhe fitnexhi, nuk shkon. Morali, kush don me rujt agjerimin me pas efektiv te Zoti dhe me pas moralin e lartë, në ta ruan gjuhën. A i dini, është ligjërat në veti, gibeti nuk është smundje vetëm shoqërore që i helmon zemrat e njerëzve. Gibeti është smundje shpirtënore. Ti moralin e mirë nuk e ki që flet për vllaun tan mbrapa shpinës, që bën shpionazh mbrapa shpinës. Çfarë morali ki ti? Gibetxhi, fitnexhi dhe xhenetxhi nuk shkon. Prandaj Islami insiston me rujt gjuhën. Ai që e ruan zemrën me sinqeritet, ai që e ruan gjuhën dhe e kontrollon gjuhën, nuk bën gibet, nuk ban fitne, nuk ban shpionazh, nuk i ranon me gjuhën e tij njerëzit dhe vëllezrit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el muslimu men salima al muslimuna min lisani. Musliman është ai i cili është i mbrojtur prej gjuhës dhe dorës të tjetrit. Prandaj muslimani nuk guxon me bë zullum me gjuhë dhe me dorë. Moral është me rujt zemrën, moral është me rujt gjuhën, dhe besimtari e kontrollon gjuhën për shkak ngritjes së standardit e imanit dhe moralit tek Zoti i Madh. Morali i mirë starton nga familja. Kur ti e ki zemrën e mirë, kur ti e ki gjuhën e mirë, atëherë je i sjellshëm me prindët e tu, je i sjellshëm me familjen tënde, je i sjellshëm me bashortin ose bashortën tënde, je i sjellshëm me vllazët e tu, je i sjellshëm me koqshit. Nuk ka hije muslimani arrogancë. Prandaj Islami nuk është fe e arrogancës, Islami është fe e sjelljes së mirë, dhe kemi hak karshi Allahut, kemi hak karshi vetvetit dhe kemi hak karshi njerëzimit. Prandaj ky moral të mëson mu sjell me Allahun mirë, ky moral të mëson mu sjell me mështerinë mirë, ky Allah të mëson mu sjell me familjen dhe me shoqërinë mirë. Prandaj sjellja e mirë, yrneki i mirë është yrnek që bëron nga morali i lartë. Morali i mirë është që ne ti falim të tjerët, edhe nëse të ka bë zullum dikush, edhe nëse dikush të ka ofendu, edhe dikush nëse të ka bë padrejtësi, fal se Allahu i don ata që falin. Një njeri foli për Ebu Bekrin. Ebu Bekri kishte dhënë një fukaras shumë pasuri. Edhe një ditë prej ditëve ndëgjoj duke fol për Hazreti Aishën, për bijën e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Janë ndali sadaka, nuk i dhonke. Allahu prej 7 katëqiellë i zbriti ajet për këtë sebeb, në kuptim, dhe e ndali Ebu Bekri se foli keq për bijën e vet. Allahu ja tërheqi vërejtjen, tha o Allah falem, dhe filloi apet mi u kthy dhe mi dhon pasuri atij njeriu i cili kishte dhënë vazhdimisht. E përbiu mllefin individual për shkak faljes se Allahu fal ata që falin, ata që janë tolerant, ata që janë të mëshirshëm. Xhamati ndershëm, morali Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka fal ata që i kanë lëndu, i kanë ndihmu ata që e kanë urrejt pejgamberin alayhis salam, dhe pejgamberi u sill mirë me ata të cilët janë sill keq. Edhe shembulli i fundit është i Omerit radhiyallahu anhu. Është histori e njohshme të xhamati i vjetër, sidomos kur një natë prej natëve një nan në mesin e natës e vënon një tenxhere dhe s'ka pas ushqim, edhe e vënon disa gur në atë tenxhere, edhe i mashtron se edhe e thot një fjalë, Omeri nuk na din çfarë halli jemi, ndërsa Omeri kishte dal emir, kalifi muslimanëve, i pari prisi muslimanëve në për rrugë, duke hecë rrugës e ndëgjoj këtë zon. Shkoj me shpinën e vet, e ngarkoi thesin me mill dhe ja dërgoi por njëri prej sahabëve i tha,
ja emir el mu'minin, lema mu, se unë ka me marë këtë barë. Thë kjo barë nuk është e jotja. Aja e përmeni emrin tem, dhe unë e kam përgjegjësi për këtë familje. Çka është mesazhi i kësaj? Emir ka mujt me majt aj, po shkoj në Beitul Mal, në arkën shtetërore, e ngarkoj vetë për shkak përgjegjësisë individuale që ka pas për shkak të varfërve. O vëllezër, morali jon çon me pas përgjegjësi ndaj Zotit, morali jon na çon me pas përgjegjësi ndaj familjes, morali jon na çon përgjegjësi me pas ndaj xhamatit dhe shoqërisë. Prandaj ai që e merr amanetin e moralit, ka frikë ndaj madhnisë Allahut, e ruan gjuhën, është i sinqert, fal dhe bën mirë, pasha Allahun ai është prej banorëve të xhenetit. Para mendone çto pika, nëse njerëzit nuk rrejnë sot, nëse njerëzit nuk gënjejnë sot, nëse njerëzit nuk bëjnë fitnë sot, a do të ishte përçarja në mesin e muslimanëve? A do të ishte kjo hasëmllëk në mesin e muslimanëve? A do të ishin trishtu zemrat e muslimanëve për fjalëve të njerëzve? Sa njeriu është në burg, sa njeriu ka zemrën e thyme për shkak gjuhës së pakontrolluar të dikujt i cili s'ka moral. Sa njeri ka deviju, ose sa njeriu e ka shkatërru jetën e tjetrit për shkak sjelljes së keqe. Prandaj shfrytëzoj rastin në këtë ditë Ramazanit, me lutë Allahun që Allah t'i rregullon zemrat tona dhe mendjen tonë dhe gjuhën tonë dhe sjelljen tonë, ja Rabbel Alamin. E lutim Allahun e Madh që gjitha ibadetet që i bëjmë për hir të Zotit, Allahu t'i bën shkak për udhëzimin e zemrës dhe gjuhës tonë, ja Rabbel Alamin. Allahu na bëft për atyre që kemi sjellje të mirë. Allahu na bëft për atyre që kemi gjuhë të ëmbël dhe të mirë. Allahu na bëft për atyre që kemi edhe vepra të mira dhe të pranuara te Zoti. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Dhe bani mirë se Allah i don bamirësit. Elusim Allahun e Madh që Allahu më na fal neve, juve dhe gjithë muslimanëve, ja Rabbel Alamin. Elusim Allahun që muslimanët Allahu t'i ruan nga dora e zullumçarit, ja Rabbel Alamin. Allahu i shkatroft ata që bëjnë kurtha ndaj muslimanëve, ja Rabbel Alamin. Allahu e udhëzoft rinin tonë në rrugën e khairit, në rrugën e diturisë dhe devotshmërisë. Elusim Allahun që Allahu ta ngrit moralin tonë. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين الذي أمر بالتمسك بالقرآن العظيم وأمر باتباع سنة النبي الله ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعيمها ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعيمها ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعيمها ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.